Të shtatë Spotlight do t'jetë emisioni më i ri I cili do ju bashkagjitës të skemës së pasur në programonet të televizioni shtatë. Do jetë një emision I cili do bashkoj dy ekipe, një nga Shqipëria dhe nga Kosova. Do t'ketë tema nga më të ndryshme, tema sociale, tema të cilat lidhen me politikën, ekonominë, si dhe fushat të ndryshme. Kam kënaqësinë që bashkë me mua do jetë edhe bashkautorja e këtij emisioni, e po ashtu dhe gazetarja Kaltrina Misini, me na I shpalus gjitha detajet sa I përket emisionit I cili do të nisë këtë të premte duke filluar nga ora 20:15. Kaltrina, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Vjosa, mirëmëngjes për gjithë shikuesit. Mirë se u gjeta. Një emision I ri po I bashkohet televizionit shtatë dhe që nga kjo e premte do jetë pikërisht në transmetim. Ishim dalë pak te koncepti gjatë venës, padyshim që ndryshojnë edhe skemat programore, ndryshojnë ndoshta edhe formatet e emisioneve aktuale. Të shtatë po I nisë emision të ri. Pikërisht përderisa në sezonën e verës jemi mësuar që në skemat programore të televizioneve tona në Kosovë shohim shumë emisione argëtuese, verore, relaksuse. Ne kemi vendosur të nisim me një emision më serioz, pra e përmende që bëhet fjalë për emisionin të shtatë Spotlight, I cili ka natyrë hulumtuese dhe dokumentuese. Për këtë emision pak kemi nisur përgatitje tash një kohë, por që më në fund erdhi momenti të nisim edhe transmetimin. Është fakt që po nis në verë, por kjo nuk do të thotë që do të mbetet në hije apo do e ketë interesimin e zbet, sepse po besoj që temat cilat do I trajtojmë edhe do I transmetojmë do të kenë një kurreshtje të madhe publike, sepse për më tepër pikërisht për këtë arsye dhe po bëhet ky emision, në mënyrë që të informojmë publikun, të pasqyrojmë problematika, por edhe keqpërdorimet qoftë në fushën e politikës, të ekonomisë, në fushën e sigurisë, në sociale, pra do të prekim secilën temë e cila sigurisht çdo herë është në interes të publikut. E kemi ndërkohë edhe promën e emisionit. Emisioni thamë që do nisë këtë të premte, duke filluar nga ora 20:15, kështu që me siguri gjithçka është gati për të premten I cila po vjen. Çfarë do të ketë disa detaje si do të jetë emisioni I parë? Kanë mbetur dikon edhe 4 ditë deri në nisjen e emisionit, edhe disa detaje ndoshta që mund t'i ndajmë është që me episodin e parë do ta kemi shumë të veçantë, ka të bëjë me kategoritë ndoshta më sublime dhe më të ata të cilët kanë dhënë më shumti për këtë vend. Bëhet fjalë për veteranët dhe invalidët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, se kemi trajtuar një aspekt që ka të bëjë me ta, se s'po du me zbulu shumë, por besoj që është një temë e cila nuk është trajtuar asnjëherë në thelb tash e 25 vite, dhe po besoj që kemi me pas rrëfime të reja, rrëfime shumë emocionuese, për në anën tjetër kemi me e shpërfaq edhe neglizhencën institucionale në rastin e këtyre kategorive dhe mbylljen e syve të themi. Madje kemi një personazh I cili paraqitet për herë të parë dhe rrëfimi I tij realisht është pa zë. Po për më shumë po besoj që do të keni mundësinë që ta ndjekni të premten në ora 20:15 përpara ekranit të shtaqit. Por ne tashmë veç kemi nisur përgatitjet paraprake, kemi përgatitur disa prej epizodeve në fushat ndryshme që kanë bëjnë ndoshta edhe me korrupsionin, me keqpërdorimet, me përgjegjësitë e pushtetarëve të institucioneve të cilat shpeshherë edhe nuk shpërfaqen ashtu siç duhet, por që nuk do të kufizohemi asnjëherë në një temë dhe çdo herë do të synojmë që të sjellim atë më të mirën që dëshiron dhe publiku. Pra do të jetë një temë e caktuar gjatë çdo epizodi e cila do nisë, do shtjellohet edhe do shteret. Po, pa tjetër, sepse unë e thash që bazë kemi ulumtimin, kështu që cilën do temë që do e marrim të trajtojmë në baza javore, do e shterim deri në fund, do jemi sa më objektive dhe do të mundohemi që të përfshijmë gjitha palët relevante, siç ne gazetarët edhe e dim që janë edhe rregulla të punës tonë, edhe nuk do të neglizhojmë as edhe një palë, ndonse një prej sfidave evidente që kanë qenë deri më tani është
ndoshta edhe refuzimi prej disa zyrtarëve institucional që të japin deklarata, intervista dhe të keni transparencë dhe llogaridhënie më të plot. Po sido që tjetë kjo pjesë neve nuk do të na ndalë, ne do të vazhdojmë mënyrën që ne mundemi dhe dim për të bërë më të mirën dhe për të cilë sa më të kompletuar si cilin epizod të shtatë Spotlight. A kur jemi tek gazetania ulëmtuese Kaltrina, dihet shumë mirë se sa sfiduese dhe me qenë dhe varësisht nga temat cilat trajtohen, padyshim që përveç kujdesit të madh në atë se si i trajton dhe i shtjellon, kërkohet edhe goxha kohë, një punë ulëmtuese, po besoj keni nisë punën shumë më herët për tema të tilla që padyshim të duhet kohë, jo vetëm ndoshta një javë mesmin, po që jeni një ekip që po bashkëpunoni dhe gjithçka ndoshta është pakës më e lehtë. E vërtet Vjosa edhe ti që pjesa e gazetarisë hulumtuese lyps më shumë kohë, më shumë angazhim, më shumë hulumtim, ka një përgjegjësi shumë të madhe, por megjithatë ne jemi munduar, po besoj që jemi për momentin një ekip i cili kemi një bashkëpunim shumë ngushtë dhe kuptohemi mirë mes vetes, sepse përmendëm në fund që në fillim që përpos një ekip i cili angazhohemi këtu nga të shtatëshi në Kosovë, kemi edhe një ekip i cili është nga Shqipëria, edhe sigurisht ndoshta distanca ndonjëherë mund shihet pak edhe si sfidë, po megjithatë ne jemi munduar që në maksimum të ngrisim bashkëpunimin mes veti dhe të bëjmë më të mirën për këtë projekt cilin edhe jemi të punuar dhe jemi duke sjellur përpara publikut. Nuk është e lehtë asnjëherë të bëhet aq më tepër gazetari ulëmtuese në Kosovë, madje as në Shqipëri apo në rajon, po megjithatë ne kemi vendosur ta bëjmë këtë gjë edhe po shpresojmë që do të ketë kozgjatje të këtij emisioni, edhe e rëndësishme për ne është mbi gjitha që t'i trajtojmë mënyrën sa më të mirë të duhur gjitha temat të cilat i marrim përsipër, por edhe të kemi një transparencë sa më të madhe për secilën temë. Po, në një epokë në cilën po jetojmë, janë mediat ato cilat ndoshta më shumë shpeshen po japin edhe për mbajtje argëtuese. Edhe ndoshta shpeshen më pak është vënë si në nhije pak a shumë gazetania ulëmtuese, kështu që me sa duket një emision i tillë nuk është i nevojshëm vetëm në kuadër të televizionit shtatë, mirë po edhe në gjitha mediat tona, meqense emisionet të tilla janë të rralla dhe dita ditës ndoshta nuk po prodhohen më formate të tilla. Ka tema të shumta po besoj, cilat kërkojnë hulumtim dhe trajtim, cilat kanë mbet në nhije dhe pa u fol, pa u zbulu, pa u hulumtu. E vërtet, temat, po them, do të nisin ndoshta prej zyreve të ftofta të pushtetarëve deri tek shtëpitë e zbrazta apo pa shpresë të qytetarëve të cilët përballet me shumë vështirësi ndoshta edhe ekonomike, me varfëri, domethënë ne do të fokusohemi po ashtu edhe në tema sociale, cilat çdo herë do të ndërlidhen ndoshta me kujdesin institucional, me atë se çka është bërë deri tash për të grupe. Unë vetëm e zbulova një prej elementeve të cilat do i kemi fokus gjatë këtij emisioni, por që do të përfshijmë, sepse ndonjëherë është edhe kjo përshtypja e publikut që po na sjellni vetëm politik, asgjë nuk po bëni në interes tonin, në atë se çka e prek për dishmërinë tonë, kështu që ne po do përfshim politikën, do përfshim keqpërdorimet që mund bëhen, korrupsionin, neglizhencën institucionale të pushtetarëve, por ne do të mundohemi të prekim edhe interesin e vetë publikut edhe temave të cilat i preokupojnë pikësparja dhe ata. Po, probleme tilla sociale, ekonomike dhe çfarë do lloj qofshin ato nuk njohin stin as ndoshta epokë të vitit, po pse vendoset Kaltrina që më nis pikërisht gjatë sezonës verës, ku ndoshta gjithë kanë mendjen diku tjetër, ndoshta më pak tek problemet. Gjithsesi, ndoshta është fokusi se pavarësisht në cilën stin jemi, a jemi në pushime apo kudo, përmballemi me probleme ndryshme që tutje na bëjnë të mendojmë për mirëqenien tonë. E vërtet, po besoj që kjo sezon nuk do të jetë as pak problematike. Fakti që po nisim pikërisht tash
Ndoshta është edhe vetë rastësi, nuk është që e kemi planifikuar që ta lëmë shtator apo diçka tillë, po përdrisa i kemi nisur përgatitjet para pak kohe, po e shohim që jemi gati me transmetim, pse jo, domethënë po nisim. Po sigurisht që në shtator do të kthehemi ndoshta hala më fuqishëm, sepse dim që do i kemi edhe zgjedhjet lokale më pas, edhe po besoj që dinamika e punës tonë, por edhe e gjithë mediave, gazetarëve do të shkoj duke u rritur në këtë pjesën e fushatës parazgjedhore. Gjatë punës së në tashme, si ka qenë pjesa e llogaridhënies qasja në dokumente dhe ndoshta në ato tema për cilat vetë se keni punuar dhe jeni duke hulumtu. Ka qenë e vështirë me qenë se vazhdimisht kemi qenë gjatë disa viteve ku gazetarët vazhdimisht themi kanë pasur problematikat shumëta edhe ankesa në mungesë të qasjes në dokumente zyrtare publike. Ke pas, apo thjesht nuk e shku akoma tek ato tema? Jo, kam shkuar, madje personalisht. Për fat të mirë, pikërisht në emisionin e fundit që jemi duke përgatitur, kam pasur rastin që të kërkoj qasje në dokumente publike zyrtare në disa institucione kyçe qendrore, edhe sigurisht që qasja në dokumente publike është ndër tjera është edhe obligim ligjor, cilin duhet ta zbatoj secili institucion të ofroj informatat e kërkuara qoftë prej mediave, shoqërisë civile apo dhe prej vetë qytetarëve. Kështu që diçka tillë kam marrë sipas afateve kohore ligjore. Domethënë kjo pjesë nuk ka qenë shumë problematik deri më tash, por e përmenda që problematik ka qenë pjesa e konfirmimeve edhe e deklaratave, e verzioneve të institucionalistëve apo pushtetarëve të cilat i kemi kërkuar deri më tani. Pra kanë qenë më të izoluar, po megjithatë ne kemi vazhduar në forma tjera dhe sipas rregullave të cilat kërkohen. Okej. Katrina, ti punën e ke vazhdu në një format pakës më ndryshe, çka po ndodh me Zame Kaltrinën? Ka përfundu sezonën, me qenë se ke sjell gjatë kësaj kohë rrëfime nga më të ndryshme, nga persona të veçantë, mos flasim për miliona klikime që ke grumbullu pikërisht në faqen e televizionit shtat, me rrëfime e personazhe, karakteristike cilat nuk i kemi has më herët në bën media. Vjosa me Zame Kaltrinën, po pauzojmë një 2 muaj. Të me thajnë, me qenë se është edhe sezona verore, një pjesë e madhe e emisioneve të cilat janë punuar gjatë vitit, pauzojnë gjatë verës. Kështu që edhe me Zame Kaltrinën njëherë kemi nisur me pauzë, deri në shtator, pastaj shohim çka do të ndodhë tutje. Sido që tjetun paralelisht, përderisa kam punuar në Zame Kaltrinën, kam punuar edhe në këtë projekt, por që fokusi tash 100% këtë periudhë do të jetë tek të shtatë Spotlight, sepse dëshirojmë të japim maksimumin. Unë personalisht kam dhënë maksimumin këtë projekt, do të vazhdoj punoj me shumë përkushtim, sepse i gjithë ekipi kemi nisur në formën e tillë. Për ndryshe unë po shfrytëzoj rastin edhe me i falenderu gjithë pjesëtarë tjerë të shtatshit, cilët kanë qenë përfshirë në këtë projekt dhe kanë dhënë kontributin e tyre, nisur prej kameramanëve, montazha tregova që bëhet atje në Shqipëri, pastaj edhe prej pjesës së deskut, të lajmeve të shtatë kemi pasur përkraje që po besoj do të vazhdoj përkraja e tyre tutje, sepse diçka e tillë nuk mund të bëhet vetëm, pra duhet një ekip i tërë, një bashkëpunim shumë i ngushtë për të sjellur më të mirën për publikun. Kur jemi tek emisionet cilat nisin, padyshim që një diçka çka ndoshta e mendon gjatë, sidomos autorët e emisionit, është pikërisht edhe emri, me vendos se i ke disa opsione dhe me cilin po shkon qysh vendoset tek emri, me qenë se është ndoshta pak më i veçantë. Në rast të tilla çdo herë ka shumë propozime. Por që bie një emër, një emrim i emisionit për cilin duhet të akordohen gjithë në fund. Kështu që ka qenë propozim prej njërit përfshirë në këtë projekt edhe sigurisht që po besoj që përshtatet mjaft shumë, sepse secila temë cilën duhet trajtojmë duhet të jetë në spotlight.
edhe do ta marrë, ta ketë rëndësinë e vetë, por edhe ndikimin po shpresojmë. Ok, nuk vejtë gjë tjetër në veç se shikust me qenë me televizionin 7 të premten, duke njës nga ona 25 djetë dhe për të pasë cila është tema e panë me cilën edhe do njësa një pëse ti paka shumë i do dhe disa detaje të temës edhe shumë pak detaje, po me qenë se kam betë dhe pak ditë, pëllëm në nkureshtje, dhe po iftoj të gjithë publikun që të ndjekin emisionin e ri të 7 Spotlight, sepse do të kenë çka me pa. Epizodi e pare përmenda është që është mjaft emocional, punanën tjetër është edhe një hulumtim i gjerë lidhur me një problematik të caktuar që ka të bëjë me kategoritë e invalidëve të luftës dhe veteranëve të luftës. Dhe tutje do të vazhdojmë edhe me tema tjera, me figura politike, publike dhe betet javë për javë të shohim se çka do të cillim, por është rëndësishme që të kemi edhe përkrajen e publikut dhe interesimin e tyre, por shpresojmë shumë që këto tema të cilat do i trajtojmë do të sjellin edhe ndikim pozitiv themi në realizimin e asaj siç ka kërkohet. Po, pra do jetë një format i cili padyshim që kur flasim për gazetari ulëmtuese, një punë më e madhe në përqindje bëhet në terren dhe nuk do të ketë ndoshta atë studion glamuritetin edhe të ftuarit të rehatshëm, po do jetë vërtet, ne nuk do të jemi nga studio, por realitetin do e sjellim nga terreni, sepse ky është një format pak a shumë dokumentar i ulëmtues që nuk ka të bëjë fare me studio, por që shpeshherë realitetin çdo herë kemi nga terreni i cili transmetohet pastaj edhe në studio. E që shpesh ka filluar edhe të mungoj me qenë se tashmë debatet dhe intervistat janë bënë më zakonshme terreni. Secili format e ka rëndësinë e tij, të themi, qoftë edhe politika, siguria, ekonomia, showbizi, sporti, po besoj se secila fushë ka audiencën e vet, por në radhë të parë është rëndësishme që trajtohen tema me interes publik edhe që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Po. Altrina, faleminderit shumë, po dëshiroj sukses edhe punë të banë, pavarësisht që vena ka me qenë nxehtë, pak të ashtu na ka tregu mendime, edhe puna në terren shpeshherë din me qenë edhe lodhshme, edhe sidomos kur është vape madhe edhe të nxehtit, po shpresoj që gjithçka ka me shkumin edhe nuk dyshoj që emisioni ka me pas sukses edhe klikime ashtu si shumica emisioneve këtu në televizionin 7. Po shpresojmë në suksesin e këtij emisioni. Faleminderit të ty Vjosa dhe Gjesit për hapësirën edhe mundësinë për me i nda disa prej detajeve rreth këtij projekti cilin po e nisim. Kënaqësi, e presim të premten emisionin.